Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala Sayyidina wa Nabiyina Muhammad, wa ala ahlihi tayyibin at-tahirin, wa sahbihi al-muntajabin, wa ala jami'i al-anbiya illahi wal mursalin. Me emrin e Allahut të gjithëmëshirshmit, mëshirëplotit. Falënderimet në të sinqerta janë vetëm për Allahun e madhëruar. Paqja dhe mëshira Allahut qofshin mbi profetin Muhammad, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij të zgjedhur dhe mbi të gjithë të dërguarit dhe profetët e Allahut xhaleshahu. Të nderuar dëgjues dhe shikues, ju përshëndes me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe begati të Allahut qofshin mbi ju. Për ditën e sotme do të flasim rreth një teme e cila prek shumë prej besimtarëve dhe shumë njerëz. Është një temë e cila përmendet në Kuranin familjar, përmendet në ligjet e fesë së pastër islame. Do të flasim rreth dashurisë familjare. Familja është dhurata më e madhe që Allahu i madhëruar i ka dhënë njeriu në këtë jetë. Ajo është vendi ku njeriu hedh hapat e parë, ku mëson të flasë, të falë, të durojë, të respektojë dhe mbi të gjitha të dojë të tjerat. Asnjë pasuri materiale nuk mund ta zëvendësojë ngrohtësinë e një familjeje të bashkuar, sepse pikërisht aty ndërtohet karakteri i njeriu dhe formohet personaliteti i tij. Kur dashuria mbretëron në familje, zemrat mbushen me qetësi dhe mëshirë, ndërsa kur mungon ajo, edhe pasuritë më të mëdha të kesh, ato nuk mund të arrijnë ta bëjnë njeriu të lumtur. Dhe Islami e sheh familjen si themelin e shoqërisë dhe për këtë arsye i ka kushtuar rëndësi të veçantë marrëdhënieve ndërmjet bashkëshortëve, prindërve, fëmijëve dhe të afërmve. Allahu i madhëruar, duke përshkruar urtësinë e krijimit të martesës, thot: Bismillahirrahmanirrahim. Dhe një prej argumenteve të tij është se ai krijoi për ju bashkëshorte nga vetë lloji juaj, që të gjeni qetësi tek ato dhe vendosi mes jush dashuri dhe mëshirë. Vërtet, në këtë ka shenja për njerëzit që mendojnë. Ajeti 21 i surës Rum. Ky ajet tregon se themeli i familjes islame nuk është interesi, bukuria apo pasuria, por dashuria dhe mëshira që Allahu vendos në zemrat e bashkëshortëve. Martesa nuk është vetëm një marrëdhënie mes dy njerëzve, por një lidhje e shenjtë që synon ndërtimin e një jete të mbushur me besim, respekt dhe sakrificë. Dashuria e vërtet nuk matet vetëm në momentet e lumtura, por sidomos matet dhe në kohët e vështira, kur bashkëshortët qëndrojnë pranë njëri tjetrit dhe përballojnë sprovat me durim. Profeti Muhammad, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, ishte shembulli më i lartë i dashurisë familjare. Ai nuk i konsideronte anëtarët e familjes vetëm si njerëz për të cilët duhet të kujdesej, por si amanet të Allahut ndaj tij. Ai shprehej: më i miri prej jush është ai që është i mirë me familjen e tij dhe unë jam i mirë me familjen time. Dhe ky hadith na mëson se madhështia e besimtarit nuk matet vetëm në namazet, në agjërimet, në sadakan, por matet në mënyrën se si sillet me bashkëshorten, me fëmijët, me prindrit e tij dhe mënyrën se si i respekton, i don ato. Njeriu mund të jetë i respektuar në shoqëri, por nëse nuk sillet me butësi në shtëpinë e tij, ai nuk e ka plotësuar moralin e plot që kërkon Islami. Një prej shembujve më të bukur të dashurisë bashkëshortore e gjejmë tek jeta e Imam Aliut, paqja qoftë mbi të, me Fatimatu Zahra alayhis salam. Ata jetuan me thjeshtësi, por zemrat e tyre ishin të mbushura me dashuri, respekt dhe përkushtim ndaj Allahut. Historia islame tregon se ky imam nuk e ngriti kurrë zërin ndaj Fatimes, ndërsa ajo e respektonte dhe e mbështeste në çdo rrethan. Ata na lanë ne modelin e një familjeje të pastër, të dëlirë, e cila ndërtohet mbi besim, mbi durim dhe mbi mirësi reciproke. Allahu i madhëruar thot në surën Isra në ajetin 23 se: Zoti yt ka urdhëruar që të mos adhuroni askën tjetër përveç tij dhe të silleni mirë me prindërit. Nëse njëri ose të dy arrin pleqërim pranë teje, mos u thuaj as mos i qorto, por foli
folu me fjalë të buta. Pra ajeti 23 i surës Isra. Allahu e ka vendosur këtë detyrë me njëherë pas adhurimit të tij, duke na treguar ne rëndësinë e saj të jashtëzakonshme për dashurinë ndaj prindërve dhe respektin ndaj tyre. Ky urdhër hyjnor na mëson se mirësjellja ndaj prindërve nuk është zgjedhje, por është caktimi i Allahut për ne dhe detyrim fetar ndaj nesh. Islami kërkon që dashuria, respekti dhe kujdesi të shfaqen sa ato janë gjallë. Një fjalë e mirë dhe një përqafim, një vizitë dhe një buzëqeshje, apo një lutje për ta, është prej veprave më të dashura tek Zoti i gjithësisë. Profeti Muhammed, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, na ka treguar dhe një anë tjetër dashurie në familje, e cila është dashuria e treguar dhe fëmijëve të vegjël. Ai puthte shpesh Imam Hasanin dhe Imam Husejnin paqja qoftë mbi ta, duke u treguar njerëzve se dashuria ndaj fëmijëve nuk është shenjë dobësie, por shenjë mëshire dhe morali i lartë. Kur një beduin tha se ai nuk i puthte kurrë fëmijët e tij, profeti u përgjigj dhe i tha: ai që nuk mëshiron, nuk do të mëshirohet. Kjo është një thirrje që prindërit që të mos e shprehin dashurinë e tyre vetëm me fjalë, por edhe me vepra, me përkujdesje, me kohë dhe durim dhe edukim të mirë ndaj fëmijëve të tyre. Fëmijët mësojnë më shumë nga sjellja e prindërve sesa nga këshillat e tyre. Nëse ato shohin respekt dhe dashuri mes prindërve, do të mësojnë respektin. Nëse shohin faljen, do të mësojnë se si falet. Dhe nëse shohin dashurinë, do të mësojnë se si të duan dhe se si t'i duan njerëzit nëse ato shprehin dashuri ndaj të tjerëve. Imam Aliu paqja qoftë mbi të ka thënë: edukojini fëmijët tuaj për kohën në të cilën do të jetoni. Dhe ky udhëzim ka një domethënie të madhe sot në kohët e sotme ku ne jetojmë. Brezi sotëm përballet me sfida të tmerrshme, mund të themi, që nuk kanë ekzistuar dhe më parë. Prandaj, përveç dijes fetare, prindërit duhet u japin dhe fëmijëve të tyre edukatën, moralin dhe aftësinë për të dalluar të mirën nga e keqja. Dashuria familjare shtrihet edhe tek të afërmit. Islami e konsideron ruajtjen e lidhjeve farefisnore një prej veprave më të mëdha të besimtarit. Profeti Muhammed ka thënë: kush dëshiron të zgjatet jeta dhe të shtohet furnizimi, le të mbajë lidhjet farefisnore. Në një kohë kur teknologjia ka afruar njëkohësisht njerëzit fizikisht, por i ka larguar ato fatkeqësisht shpirtërisht, ky hadith merr një rëndësi edhe më të madhe. Pra vizita ndaj të afërmve, pyetja për gjendjen e tyre, ndihma në vështirësi dhe falja e gabimeve janë forma më konkrete e dashurisë familjare që sillin bereqet në jetën e njerëzit. Dhe këtë gjë Islami na e kujton dhe thotë se lumturia nuk ndërtohet mbi këtë teknologji dhe pasuri që kemi, por mbi zemra të pastra dhe të lidhura me Allahun dhe të lidhura me njëri tjetrin në shoqëri. Një familje që falet së bashku, lexon Kur'an, bisedon me respekt dhe ndihmon njëri tjetrin, është shumë më e fortë se sa një familje e cila qëndron larg njëra tjetrës, që flasin vetëm nëpërmjet telefonave dhe nuk ka një bashkëbisedim midis tyre, dhe kjo familje e dytë bie më shpejt se sa ajo familja e parë. Një fëmijë që rritet në një shtëpi ku mbretërojnë dashuria dhe respekti, ka shumë më tepër gjasa të bëhet një njeri i dobishëm për shoqërinë e tij. Por kur fëmia dhe familja prishet, plagët shpesh shoqëron njeriu deri gjatë gjithë jetës së tij. Prandaj, ruajtja e familjes është një prej objektivave më të rëndësishme të fesë së pastër islame. Kur zemrat mbushen me dashuri për Allahun, ato mbushen dhe me dashuri për profetin Muhammed, për familjen e tij të pastër, të cilët të gjithë këto na lën shembullin më të përsosur të një familjeje të ndërtuar mbi mëshirën, respektin, faljen dhe përkushtimin ndaj Zotit një dhe të vetëm. Të mos harrojmë ku Allahun xhaleshanuhu thot: o Zoti ynë, na dhuron nga bashkëshortët dhe pasardhësit tanë kënaqësi për sytë tanë dhe na bëj prijes
të devotshmëve. Ajeti 74 ky i surës Furkan njëkohësisht si një lutje për ne, që të lutemi për të mirën, edhe inshallah Allahu të bëjë mirë me të gjithë ne si besimtar musliman. Në këto momente të nderuar dëgjues dhe shikues, duke ju lënë në mbrojtjen dhe ndihmën e Allahu xhaleshanhu, ju përshëndes me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe begatit e Allahut qofshin mbi ju.